Të dashur miq, ja kemi sërish së bashku dhe siç edhe ju thashë në fillim të emisionit, do të flasim sot si 1 maj që jemi, do flasim për të drejtat e punëtorëve, por edhe për mundësitë e reja të punësimit. Dhe pikërisht për këtë do flasim me ekspertin e punës, i cili është Arber Xhihani, të cilin do e kemi në një lidhje direkte me Skype. Nëse mundet ju lutem Mergjia të më mundsoj lidhjen. Përshëndetje, dëgjohemi? Përshëndetje. Faleminderit që jeni pjesë e emisionit tonë sot në këtë ditë kaq të rëndësishme për të gjithë punëtorët, të cilët sot fatmirësisht të paktën në aspektin ligjor gëzojnë të drejtat e tyre. Dhe pikërisht meqense flasim për të drejtat e punëtorëve, a mund na tregoni pak cilat janë ato të drejtat bazë që duhet me patjetër t'i ketë dhe t'i di dhe t'i aplikojë dhe t'i kërkojë çdo punëtor? Po, në fakt ju falenderoj që trajtoni tematika kaq të rëndësishme, siç është e drejta themelore e punonjësit për t'u garantuar të drejtat të cilët ja mundsojnë kodi i punës për dhe legjislacioni ndërkombëtar siç janë konventat europiane të ILO-s. Në fakt, në Shtetet e Ballkanit vitet e fundit ka pasur përmirësim për sa i përket legjislacionit mbi të drejtat e punonjësve, pasi është edhe një proces në vazhdimsi integrimi në Bashkimin Evropian, kështu që është e detyrueshme për të implementuar disa standarde ndërkombëtare. Por shikohet se në pjesën më të madhe këto të drejta po mbeten në letër apo thjesht rregullore të implementuara dhe me disa vështirësi për të zbatuar nga sipërmarrjet vendase. Normalisht punonjësit do duhet të kenë të drejtat e tyre themelore për t'u garantuar një vend pune i drejtë, etik, me pagesa të drejta, kontribute shoqërore, orë punë sipas legjislacionit vendas dhe standardeve europiane dhe gjithashtu një trajtim dinjitos nga punëdhënësi apo nga sipërmarrja mbi të cilën angazhohet. Në bazë të përvojës nga auditet në terren, më duhet të them se ka raste ku këto të drejta bazike shpeshherë neglizhohen apo edhe në përkëmbë nga sipërmarrja, duke përfituar ndoshta nga padituria apo jo informacioni i duhur që mund të ketë edhe punonjësi mbi të drejtat e tij. Normalisht të drejtat shoqërohen dhe me detyrime të cilët punëmarrësit apo punonjësit do duhet t'i zbatojnë karshi sipërmarrjes, por kryesisht pala më e dobët në një marrëdhënie punësimi aktualisht shikohet punëmarrësi. Përmendet se këto të drejta ekzistojnë dhe që duhet që t'i kemë parasysh të gjithë, po sa respektohen, sa aplikohen këto të drejta, të sa janë të mbrojtura me ligj? Siç e thash, për sa i përket anës ligjore apo anës legjislative, kryesisht të drejta janë të mirë formuluara në normat ligjore vendase, qoftë në Shqipëri, në Maqedoninë e Veriut apo kudo në rajon, pasi kanë qenë detyrime për të parafruar legjislacionin vendas me atë europian. Zbatime në praktik has vështirësi, kjo jo vetëm si një zbatim i këtyre normave ligjore, por edhe si një përqasje nga ana sipërmarrjeve për të zbatuar të gjitha të drejtat të cilat i garantohen punonjësve. Nga vëzhgimet në terren shikohet shpeshherë se mungojnë disa të drejta bazë, siç janë pagesa e kontributeve apo sigurimet shoqërore, garantimi i pagesave të drejta, sidomos mbi orët shtesë apo limiti i orëve shtesë për disa sektor, apo të drejtat e tjera të cilët lidhen me garantimin e një vendi pune të sigurt apo trajnime të vazhdueshme për sa i përket sigurisë dhe shëndetit të punë, të cilat me dashje apo shpeshherë edhe si pasojë neglizhencës nuk garantohen rregullisht nga sipërmarrja, pasi përkthehen dhe në kosto të shtuara për sipërmarrjen. A janë këto shkelje, nëse mund t'i quajmë kështu, a janë për këto shkelje të informuar dhe punëtorët se po ju bëhet një padrejtësi, po ju shkilen të drejtat e tyre me shembujt të cilat e ju i thatë? Çdo drejtë e mohuar në vetvete është një shkelje ligjore. Problematika fillon që nga mendësia e sipërmarrësit dhe punonjësit, pasi ndoshta nuk kanë informacion të plot mbi të drejtat dhe detyrimet që ka secila palë, të vazhdon më tej me institucionet të cilat janë përgjegjëse për të
vëzhguar, për të kontrolluar dhe për të sankcionuar shkeljet, të cilat shpesh herë neglizhojnë, sidomos në rajonin e Ballkanit. Dhe më pas janë dhe problematika me procedurat për të kërkuar apo për të dëmshpërblyer një të drejtë të shkelur nga ana e punonjësve. Në vetvete çdo e drejtë e mohuar, qoftë për punëmarrësin, por dhe çdo e drejtë apo detyrim jo i zbatuar nga ana e punëmarrësit kërkesë sipërmarrjes është një shkelje e kontratës së punës dhe si rrjedhojë edhe e kodit të punës. Dhe është një shkelje e sankcionuar në bazë të legjislacionit vendas. A mendoni se këto të drejta në rast se shkilen janë të njohura, siç edhe e tham, nga punëtorët dhe kërkohet drejtësi për këto të njëjtat, ose ka edhe raste kur punëtorët për hir të vendit të punës që të mos e humbin atë për shkak të shumë faktorëve të ndryshëm, ndoshta edhe heshtin përpara këtyre padrejtësive. A ka edhe raste të tilla sipas jush? Ka dhe raste të tilla, sidomos në rajone të varfra apo në rajone ku është më vështirë të garantosh një vend pune nëse ti je i angazhuar në një marrëdhënie pune jo të saktë. Dhe për fatin e keq të punëmarrësve janë të detyruar të vazhdojnë këtë punësim në sipërmarrjet të cilët nuk i garantojnë plotësisht të drejtat e tyre, pasi ndodhen në pamundësi për të siguruar të ardhurat në një vend tjetër. Gjithashtu ka dhe raste të tjera të cilat nuk vinë si rrjedhoje një keqardhësie e sipërmarrjes apo qoftë edhe e punonjësve për të shkelur të drejtat, por është thjesht niveli i sipërmarrjes dhe i marrëdhënies kontraktuale midis palëve të cilët janë të keq informuar apo jo plotësisht informuar saktë mbi të drejtat dhe detyrimet që kanë. Dhe si rrjedhojë nga pakujdesia apo nga neglizhenca ato po shkelin të drejtat e njëri tjetrit apo qoftë detyrimet që kanë kashi palës tjetër. Kemi gjithashtu dhe raste duhet teksuar, raste në sipërmarrje të cilët janë të mirë organizuara, sidomos ato sipërmarrje të cilët janë investime kryesisht të huaja apo ndjekin standarde europiane apo standarde ndërkombëtare, të cilët po përmirësojnë dita ditës kushtet e punës, po përmirësojnë kushtet që ofron tregu i punës vendas, duke vendosur trysni dhe mbi sipërmarrjet e tjera të cilët deri vonë neglizhonin plotësisht të drejtat e punonjësve dhe tani më ndodhen në trysni pasi ndodhen përpara vështirësisë për të garantuar fuqinë punëtore të nevojshme për mbarvajtjen e biznesit të tyre. Ne sot kemi dhe shumë sindikata. Sa efektive janë ato për mbrojtjen e këtyre të drejtave të punëtorëve dhe cili është roli i tyre në këtë aspekt? Për fat të keq, në momentin kur kemi numër të lartë shkeljes së drejtave të punonjësve, do të thotë që diçka nuk ka shkuar mirë në funksionimin e sindikatave apo në mbarvajtjen e sindikatave. Sidomos në Shqipëri vërej shpesh se kërkesat e sindikatave kashi sipërmarrje me të cilët ato ndoshta ndërlidhen dhe kontrata kolektive, janë shumë bazike dhe janë pothuajse të njëjta me të drejtat bazike dhe minimale që mund të garantojë kodi i punës. Ka tregon se sindikata nuk ka kryer detyrën e saj për të negociuar kushte më të mira për punonjësit për atë sektor, mbi të drejtat minimale që do t'i garantonte kodi i punës. Mendoj se nëse do të kishim organizime më të fuqishme të sindikale, do të kishim dhe kushte më të mira apo dhe trajtim më të mirë të atyre punonjësve të cilët janë gjetur në shkelje të drejtave të tyre në punë. Dhe për rrjedhojë do të kishte dhe një mbarvajtje më të mirë të marrëdhënies së punësimit midis punëmarrësit dhe punëdhënësit, dhe jo për të shkuar deri në atë fazë ku sipërmarrjet aktualisht për shkak të mundësisë për të gjetur fuqi punëtore, po rrezikojnë mbarvajtjen e tyre apo po tentojnë të zgjidhin problematikën me marrjen e fuqisë punëtore nga vendet të treta.
Le të jetë kjo pra si një thirrje edhe për sindikata që të mundohen pak më tepër, ndoshta që të mos ketë shkelje të tilla. Më thoni pak, sipas jush, meqense të rinjt sot synime kanë plot dhe normalisht sidomos ata që janë në fillim të studimeve gjithmonë kanë atë idenë se dua të studioj diçka, por çfarë pastaj. Cilat janë sektoret të cilat sipas jush ofrojnë më shumë vende pune, më shumë mundësi punësimi për gjeneratat më të reja? Mendoj se sektori i kohës, apo le të themi sektori më i pëlqyer nga të rinjt aktualisht është normalisht sektori i teknologjisë dhe informacionit, pasi normalisht është edhe më tërheqës, duke qenë se të gjithë të rinjt gëzojnë rrjete sociale, navigojnë në internet apo kanë smartphone-et e fundit dhe i tërheq ideja për të studiuar diçka lidhur me këto teknologjitë avancuara të kohës. Por të mos harrojmë se një kërkesë shumë të lartë tregu i punës e ka dhe për profesione të thjeshta, të cilët të rinjt mund t'i përfitojnë nëse do të vazhdojnë një arsim profesional apo ndonjë formim profesional apo kurs afatshkurtër, të cilët do t'i garantonin atyre një aftësi specifike për ta vendosur në dispozicion të tregut të punës dhe për të garantuar punësim të menjëhershëm dhe të sigurt, të qëndrueshëm. Dhe duhet thënë se si rrjedhoje e pamundësisë për të plotësuar nevojat tregu i punës, sidomos mbi këto sektore apo profesione, kanë çuar në rritjen e pagave apo përfitimeve ekonomike që një i punësuar apo i vetpunësuar në profesion do të merrte. Kjo garanton një punësim jo vetëm të qëndrueshëm, por dhe një punësim me të ardhurat të mira ekonomike. Meqense jemi tek teknologjia, e kemi parasysh se viteve të fundit globalizimi, digitalizimi ka marrë një vrull të madh. Si po ndikon kjo në tregun e punës? Digitalizimi ndikon pozitivisht pasi besoj se të rinjt po marrin ide të reja jo vetëm për punësim, por ndoshta edhe ide për t'u angazhuar në startup apo në ide të reja biznesi, qoftë edhe si iniciativa vetjake apo dhe punësim në bizneset mbi këto sektor të rinj të cilët po organizohen. Por le të mos harrojmë se digitalizimi apo dhe globalizimi ka dhe efektet negative, siç mund të jenë edhe pritshmëritë shumë të larta të rinjve, pasi normalisht duke naviguar në rrjetet sociale shikojnë gjithmonë më tepër informacione mbi arritje të shpejta, arritje të përfitimeve ekonomike të mëdha që jo gjithmonë janë të vërteta dhe si rrjedhojë sjellin dhe një pesimizëm apo një mosbesim të rinjt se janë të aftë për t'u angazhuar në tregun e punës apo do të arrijnë ndonjëherë këto nivele për përfitimi ekonomik. Gjithsesi, duhet thënë se globalizimi po jep efektet e saj, ka pasur investime të shumta të cilët po shtohen normalisht në pritshmëritë për liberalizim edhe të tregut ekonomik. Ka investime të reja të cilët sjellin pozicione pune me kushte më të mira se sa ato që ofrojnë sipërmarrjet klasike apo sipërmarrjet lokale, dhe gjithashtu i mundson të rinjve që të ndjekin dëshirat e tyre, të ndjekin idetë e tyre të biznesit, qoftë me ndihmë ekonomike nga institucionet apo nga organizata të ndryshme ndërkombëtare, qoftë edhe me iniciativa vetjake të vetpunësimit. Sa i përket pritshmërive, përmendet edhe ju se ndoshta janë pritshmëri të larta kur vjen puna tek digitalizimi. Por kur flasim për punën në përgjithësi, a janë të vetëdijshëm të rinjt, sidomos kur kyçen si fillim në tregun e punës, a janë të vetëdijshëm për atë se çfarë i pret, a janë të vetëdijshëm dhe për atë se puna vjen së bashku me obligime dhe me përgjegjësi të cilat duhet që të kryen nga ana e tyre? Po t'i referohemi statistikave? Dhe janë ata të gatshëm për t'i zbatuar pikërisht të gjitha këto kërkesa, për të qenë të mirë në punën e tyre? Në fakt, nëse do t'i referohemi publikimeve apo statistikave, shikohet se kemi një nivel papunësie në tërësi në ulje apo në zbritje në vendet e Ballkanit, në Shqipëri sidomos,
por në të njëjtën kohë shikohet një nivel në rritje e papunësisë tek të rinjt. Dhe kjo është një mospërputhje mbi nevojën e tregut që ka për punësim dhe ndërkohë kemi të rinj të cilët shpeshherë nuk u angazhohen në marrëdhënie punësimi. Dhe besoj pikërisht ky element thekson dhe një herë pritshmëritë e larta që kanë të rinjt e sotëm, të cilët ndoshta nuk pranojnë të angazhohen në punësim nëse ato nuk e mendojnë si punën e tyre të kënaqshme apo një punë e cila do t'i garantonte të ardhura ekonomike të menjëhershme dhe në nivele të larta. Dhe mendoj se pikërisht këtu duhet ndryshuar diçka, sepse së pari të rinjt duhet të orientohen mbi atë çfarë ato duhet të studiojnë apo duhet të provojnë duke u angazhuar dhe në formime profesionale për të pasur mundësitë e duhura të angazhohen në marrëdhënie punësimi të cilët do t'i garantojnë një punësim të qëndrueshëm. Besoj se të rinjt sot kanë informacion mjaftueshëm mbi të drejtat që atyre i garantohen nga kodi i punës apo nga normat e tjera ligjore. Të njëkohësisht besoj se duhet të marrin informacion apo duhet të angazhohen për të marrë më tepër informacion dhe në lidhje me detyrimet që kanë kafshë sipërmarrës. Se normalisht të gjithë të drejtat të cilat janë në shtim apo në përmirësim për punonësit përkthehen dhe në detyrime që ato duhet të kenë kafshë sipërmarrës. Përndryshe nuk do të kishim një mbarvajtje të një marrëdhënie dypalëshe punësimi midis punëmarrësit dhe punëdhënësit. Besoj se kjo të cilën dhe ju sapo e thatë, ndonjëherë mund të duket të rinjve dhe pak e komplikuar dhe shpeshherë zgjedhin dhe platformat online të cilat dhe i përmendëm më herët. Sa mendoni se të rinjt preferojnë më tepër platformat online, punët online për të punuar nga shtëpia, në krahasim me ato fizike, sepse duhet normalisht që të kenë edhe atë raportin fizik me punëdhënësin, me kolegët e tjerë, por nga ana tjetër, si mendoni se ka ndikuar dhe puna online edhe në socializimin, qoftë të rinjve, por qoftë edhe të moshave të tjera? Në fakt, pas Covidit ka pasur një ndryshim rrënjësor mbi marrëdhënien e punësimit, pasi u implementua dhe puna remote e cila po i largon disi marrëdhëniet në ambientet e punës midis kolegëve apo midis edhe punëmarrësit dhe punëdhënësit. Kjo bën që mos të kemi një komunikim apo një bashkëveprim të vazhdueshëm midis punëmarrësit dhe punëdhënësit dhe shpeshherë mund të përkthehet edhe në mos perceptimin e duhur nga ana e sipërmarrjes apo punëdhënësit mbi atë çka një punonjës mund të ofrojë realisht apo çfarë është ai i aftë të kryej. Për sa i përket angazhimit në rrjetet sociale, siç e thash edhe më herët, të rinjt e shikojnë si një mundësi në rritje për të garantuar përfitime. Është një mundësi reale që ato kanë që me një angazhim ndoshta jo shumë të zgjatur në orë pune, ato mund të kenë përfitime ekonomike dhe duke bërë diçka që atyre i duket atraktive, por mendoj se nuk është një punësim i qëndrueshëm që do t'i jepte atyre garancinë apo sigurinë edhe për të ardhmen, pasi le të mos harrojmë se punësimi duhet të jetë një marrëdhënie e vazhdueshme, duhet të ketë garanci për vazhdimsinë e një marrëdhënie punësimi, do duhet që të kemi pagesa të kontributeve pasi është një e ardhme shumë, ndoshta aktualisht të rinjve i duket e largët, por vjen momenti i pensionit dhe do të ndodhemi në një situatë siç ndodhemi aktualisht, ku pensionistët po kanë pensione të ulta pasi nuk ka pasur kontribute sociale të drejta apo pagesa të kontributeve sociale në tërësi. Kështu që mendoj se marrëdhënia e punësimit është disi komplekse dhe nuk mund të zgjidhet thjesht me një angazhim periodik apo part-time në rrjetet sociale, por ato duhet të kërkojnë për një marrëdhënie punësimi qoftë profesionale apo qoftë edhe një marrëdhënie punësimi me bazë të arsimimit që ato do të kryejnë, të cilat do t'i garantonte me patjetër satisfaksionin për të qenë në marrëdhënie pune, për të vënë në praktikë ato njohuri që ato kanë, por do t'i kthente mbrapsht njëkohësisht edhe përfitimin ekonomik afatgjatë.
Kur flasim për rajonin e Ballkanit, gjithmonë është krye fjala kur përmendet fenomeni i emigrimit. Si mendoni se ka ndikuar dhe kjo në punësimet në vend, në kërkesat për punësime, qoftë edhe për profesione më të thjeshta, qoftë edhe për punët online, duke qenë se meqense jemi tek online, ka mjaft raste kur mund të punojnë nga vendi jonë fizikisht, por për kompani të huaja. Si e shihni ju këtë? Pikërisht, emigracioni është një plagë për rajonin e Ballkanit në përgjithësi. Për fat të keq, vendet e Ballkanit janë ekonomi të cilët nuk mund të krahasohen apo nuk mund të konkurrojnë me ekonomi të zhvilluara siç mund të jenë vendet europiane si Gjermania, Italia e të tjerë. Por gjithsesi shikohet se të paktën në 2 apo 3 vitet e fundit ka pasur përmirësime për sa i përket nivelit të pagave apo qoftë edhe kushteve të punësimit në tërësi, të cilët mund t'i garantojnë qoftë rinjve, por edhe punonjësve të angazhuar në punësim në këto vende një siguri të vazhdueshme të ardhurash apo dhe një ambient pune të sigurt. Nevoja e madhe që ka tregu i punës për fuqinë punëtore, besoj se vendos punonjësin në një pozitë më të mirë se ç'mund të ishte disa vite më herët, pasi ka mundësinë që të negociojë kushte të mira për veten e tij, por gjithashtu të shikojë edhe në mundësi të reja brenda vendit të tij për një punësim me të ardhura më të larta apo për kushte punësimi më të mira. Sa i përket digitalizimit apo qoftë edhe globalizimit në tregun e punës, është e vërtetë që aktualisht të rinjt shpeshherë angazhohen në punësime online ku ato nuk përdoren thjesht platformat online për të garantuar të ardhura, por kanë një punë remote me një punëdhënës të huaj i cili i garanton të ardhura ekonomike të mira, i garanton kushte punësimi të mira, por njëkohësisht punonjësi që ndron në vendin e tij për pranë familjes apo në ambientin ku ai është rritur dhe ku jeton. Kjo është një element i mirë, qoftë edhe për përmirësimin e kushteve të punës, pasi normalisht ato standarde punësimi të cilët një kompani e huaj i garanton qoftë duke pasur punësim online apo qoftë edhe me investime fizike në vendin tonë, do të vendosin në turistni dhe sipërmarrje të tjera lokale që do të drejtohen drejt përmirësimit të kushteve të punës. Do doja që ta përmbyllim këtë intervistë me një pyetje të cilën e bëjmë shpesh, sipas jush, cilat profesioni e shihni në zhdukje? Siç e thash, ka një rënje për sa i përket profesioneve ku kërkohen aftësitë e individit, mirëmbajtje, zyrtaria, bujqësia. Pikërisht këto janë profesione të cilët të rinjt sot ndoshta po i nënvlerësojnë dhe nuk i shikojnë si alternativë për të ardhmen e tyre, por mendoj se ai person apo ai i ri i cili do të investojë për të përfituar këto si profesionale do të ketë një të ardhmë të sigurt. Unë ju falenderoj shumë për këtë bisedë kaq të këndshme, për të gjitha këto informacione dhe Faleminderit juve. Më vjen mirë që ne sot mundemi të flasim për shkelje ose ndryshime të vogla të cilat janë të rregullueshme nëse do jemi më të përgjegjshëm dhe që sot mundemi që të gëzojmë të gjitha këto të drejta si punëtor përveç të drejtave të tjera. Pikërisht është vullneti i mirë i të dyja palëve të cilët mund të shtyjnë në përmirësim të marrëdhënieve të punësimit dhe pse jo gjithë kushtet e qëndrojnë në vendin e tij dhe të mos shikojë emigracionin si alternativë. Absolutisht jam dakord me ju. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi. Faleminderit juve.